ndodh në kuzhinë në një ditë të hënë, fillim jave, fund muaj, vape madhe, mirëmëngjes. Qa na gatuan sot? Qa po thoje që të hahet? S'ke ngrënë mëngjes? Kjo të lë zbuluar dhe në ato rasti kur thënë në komen. Ne këto që ne kemi fillim jave, kemi plot, kemi furnizime, kështu që çfarë të duash ti mund të zgjedhësh, dhe unë mund të gatuaj, ndërkohë ha mëngjesin, të lëm një hapësirë. Nëse unë do konsumoj dark faktikisht, patjetër që në mëngjes kam uri. Kur konsumon dark? Dikur, kisha një shprehjen time, thosha, shikoj kostën dhe kam uri. Ose domatja me zima vetën e vetë do mbaj mua. Mendoj që mund kisha dhe diku të 20 kile, 22 kile, avash për këtë 90, avash. Ja ka marrë dorën, kështu më hapa të nga dala për të sigurta. Sot kemi domatet të mbushura me mish të grirë. Po, janë të veçanta faktikisht. Edhe mua nuk më pëlqen të përzjej domaten me spesin. Ose të bëj të gjitha perimet, kungull, patlıxhan, pra një mix perime që ti mbush, ose të kundërt dua vetë që të kena të shijen. Sepse domatja do hy kudo. A e kemi dëgjuar për shumë që thoni, aman se i fut hundët kudo, edhe domatja është kudo. Do mos në gatimet e verës. Edhe gatimet e verës, po dje për shumë kam bërë një gjellë me domate që quhet ndryshe, me speca të skuqur edhe domate të kaurdisur mirë, një gjellë vere që më pëlqeu shumë. Po i përdorim në sallat, po ja të mbushura, po në supë me domate. Në të gjitha i përdor. Në të gjitha i përdor. Pra, nëse do thoni që me gliko i përdor. Po. Domaten e jeshile. Në supra po, në salatra po, në supra të ftota në gazpacho po, shumë e mirë del, në tava po, atër ku. Pra janë domatja një, domatja, patlıxhani. Kanë shumë receta. Dhe qepa janë unikale në gatim që janë patjetër. Është dhe sezoni salsave tani, kështu domatet e pjekura mirë mund t'i kalojmë edhe në salsë, na duhet shumë kohë për ta përgatitur salsën, kështu që vetëm në shtëpi mund ta arrim ta në domatet të thara, domatet e thata speciale, në vaj ose ndryshe. Ka vendosur mishin e grirë derisa të kokrizohet. Do të shtoj, ne bëjmë kimën tani, që të mbushim një mas qepe. Që shtoj kaq shumë, më duhet, prandaj edhe shtoj kaq shumë. Sepse kam thënë, me një gur, vras 2 zoq. Edhe i lë, paksa, të bëhen. Derisa të zbuten mirë njëra tjetrën. Mirë, deri në formën e një kime. Pres zemrën, heq zemrën e domates. Do të shtoj pak fare ujë, që të gatuhet, mbusha të jetë me lëngjet e veta. Dhe në këtë formë që ka domatja, je pa të... Me je pak atë të lumët. Ja, me je pak atë... Si që në ato kombinimet e fruta perimeve me organet e trupit, si që ka krijuar natyra, dhe domatja je pa të ide në formën e zemrës, që e tulli ka. Ja. Dhe vjen aromë domate, është sezoni. E tulta. Po një kombinim shumë i mirë, ose një përfitim shumë i mirë është domatja vetëm për zemrën se ka likopen, dhe është përbërës substanca kryesore që nga likopeni pas e kemi dhe atë bimën likopsi për aritminë, dhe bëhet kjo lidhja mes ushqimeve dhe mes përfitimeve që marrim prej tyre, duke i parë ushqimet, produktet, jo vetëm për shije, por edhe për të mirat që në sjellin. Unë vetë, mos vjen avash, mosha dhe fillon ajo frika ndaj vetes, frika ndaj sëmundjes, po prandaj më pëlqen domatja. Unë jam me aritmi, do jam si fëmijë i lindur me aritmi. Po kur vinte puna te domatja thosha, domatja thosha me zi marret nga i deg. E kishe me të dëgjuar dhe ti, se nuk kishe ndonjë eksperiencë. Shif. Por jo vetëm për zemrën, dhe për prostatën dhe meshkujt, shumë e shëndetshme, kombinuar gjithmonë me vaj ulliri,
domate dhe vaj ulliri është shumë e mirë për shëndetin e prostatës dhe shumë përfitime të tjera. Këtu dhe vendos kapakët këtu, sikurse edhe pjesën tjetër pa 3 domate. 3 domate janë e tull, duhen të mëdha, duhen të jenë të bëra, por të forta. Të bëra, por të forta. Tashmë, rrugën. Kjo është ai lloji domateve roz që fillojnë dhe marrin ngjyrë. Kjo është domate, faktikisht, domate zemërkau ka të ndryshme. Ka disa variante. Ka ato sërgjaqet, janë rumbullake, por ka një ngjyrë pak si roz. Dhe me thënë drejtën, kanë shumë shije. Bëra pra këto zgavrat ose krijova shtratin e domates për të vendosur mbushje. Ja këtu. 3 janë boll për të sjellë një shembull. Boll sepse janë të mëdha. Janë të mëdha. Mbushura me kim, kapakët dhe pjesën e mbushjes do ta përdorim. Po, patjetër që po. Do të shtoj salcën, pelte, sikurse salcën e koncentruar. T'ja dini grave, nënave, njerëzit që punojnë në kuzhinë sepse është vap. Edhe nuk është se po ndjen një fresk kaq shumë. Mbi sop. Më duket sikur do shkrijem edhe unë tëra bashkë me qepën. Është vap. Ndaj duhen zgjedhur ca alternativa kështu për janë disa profesione, për shembull, që marrin gjithmonë kanë vështirësitë. Ja, por në kuzhina. Kuzhina, për shembull, është një... Po, qa janë me fura janë pak profesione të vështira. Këtu kam orizin. Le të marr domate dhe ta kaloj në blender. Gjithashtu, do marrë dhe pak bim aromatike më pas. Po ja, ti bëjmë gati, kopa në ganoz. Për t'i kaluar. Ja, shtojmë salsën në fund, po pas kemi dhe patate, dhe patate do t'jenë pjesë... Patatja është opcionale, por që është e duhur. Të gjitha i largoj që të kem... Në përgatitje të kimës, bashkë lexojmë edhe njerë recetën e domateve të mbushura me kim. Ju duhen domate roz mdhaja, zemërkau, lloj të tillë të cilët mban mbushjen dhe që ka atë tullin e brendshëm të pjekur mirë. Për një familje mesatare, 8 domate, 500 gram mish i grirë, 3 qep mesatare, 2 filxhan kafeje vaj, 1 lug salcë e koncentruar, 4 filxhan kafeje me oriz të zier më përpara, krip, piper i zi dhe majdanoz i freskët. Tani jemi në fazën, s'kemi shtuar ende të tullin. Do të shtoj krip, piper. Nuk harrojmë furën e parangrohur, sikurse me pak të tullë e mova. Kam orizin e parazier. Një shplarje të mirë të orizit. Unë gjithmonë aplikoj lëngun e limonit të oriz. Dhe më pas, lëngun që lëshon ujrat i zjerjes
Unë e lë këtu. Edhe nga time përdorim. Në një supë. Të gjithë. Shtojmë edhe orizin e zjerë dhe përzijemi. Ja. Përderisa të bëjt një përzierje shumë të mirë, edhe çfarë kam aty unë tjetër, dhjozëm. Po, i shtojmë. Sepse dhjozma është kryesorja që duhet të jetë. Sa më shumë bimë aromatike, aq më tepër shije kemi. Një dhe këto të tjerat, se këto kanë një kërcjellë pak të fortë. Nëse ne duam për shembull tek specat e mbushur, edhe këtu duhet të vendosim një lugë në energjik të thatë. Po, jep shumë shije. Jep, aroma është më e koncentruar. Aromë. Tek në energjiku i thatë. Shtoj. Edhe një sekundë se ka mbrapsht dhe bimat aromatike ja. Ndërkohë që i përzijemi dhe zjejmë bashkë me gati për të vazhduar tani, kemi është gati për të mbushur 3 domatet që i kemi përgatitur. Në fund pas e kemi dhe këtë salcën ose pjesën e tullit, se gjithmonë bëjmë çik mbushje më tepër për ta vendosur edhe jashtë domateve. Ja. Të mbushur. Nëse unë e ngjesh, siç e ngjesha, është gabim. Sepse duhet që ne të kemi edhe zjerjen e orizit të domatja. Pra nëse do ta ngjesh, nuk do t'i lë hapësirë në thojza, hapësirë, sepse ndoshta kjo ndodhi nga që kemi të parazirë në orizin, kështu që s'do t'i duhet dhe aq shumë për të lëshuar. Pra të ketë ajër kur themi. Tiganin. Mbush. E lë që të bëhet. Do të shtoj ujë. Dhe e lë të zjej tamam. Pra, jo më kot, kam për 2 gatime. Pra më duhet për 2 gatime, një mbushje për 2 gatimet. Kam lëngun e domates, shtoj vaj, krip. Opsionale patate, speca, po patatja është me e duhura. Çfarë do lloj patate të keni? Kur është patatja e re, me lëkurë akoma edhe më mirë. Nëse patatja është më e vjetër, asgjë nuk hedhim poshtë, sepse pataten e kthejmë në chips. Një përzierje. Kaloj patatet më njanë.
duke respektuar edhe numrin e patatave. Kjo është shaka. Ajsa që janë. Kjo është shaka, pa tjetër. Tani ju në shtëpi, se duke shpresuar që t'jeni sa më shumë, po me qënë se dim që numri mesatar i familjeve është i zvogluar, do t'i shtoni dhe duhet t'i fishoni pastaj nëse keni më tepër njerëz. Pakës fare krip. Dhe direkt në furrë të parangrohur, nëse ju nuk e keni në mes të zgarave të dyjave, shumë mund t'i vendosni një letër pjekje. Në të kundërt, nuk i vendosni. Qoftë rrezin e keni të pazjer, vendosni letrën e pjekjes. Nëse keni vepruar si unë, pa letër pjekje. Mirë është që të zihet kështu ujë dhe oriz dhe keni gati. Nuk ju merr shumë kohë dhe nuk ju thahet shumë mbushja, do jetë më mirë në trajt kur ta shijoni. Ka dhe salcën brenda, bimët aromatike, mishin e grirë, orizin, qepën, gjithçka e gatuar me zjarr të ngadalt, në mënyrë që të mos firrojnë me njëherë ato lëngjet, por të mbeten shihet në të.